Ëndra të hakuara. 5 shenja dëshojnë 24 orët e ardhshme të jetës së tyre. A mund ta shihni fatin tuaj 24 orë para se të ndodhë? Sonte 5 shenja mund ta bëjnë dikush ose diçka, po hakan ëndrat tuaja për të futur një mesazh. Ky nuk është një paralajmërim i thjeshtë, është një pamje ekskluzive e 24 orëve tuaja të ardhshme, e cila do të rregullojë 2 vendime kyçe, një financiar dhe një sentimental. Këto 5 shenja do të shpëtojnë nga një gabim masiv thjesht duke parë këtë video. Nëse jeni një nga të zgjedhurit, duhet të dëgjoni me kujdes çfarë duhet të shihni në ëndër. Le të nisim menjëherë me shenjën nr. 1. Gaforja. Ndjeshmëria juaj e thellë ju bën një objektiv të përsosur për këtë hack kozmik. Ju keni qenë duke luftuar me një vendim masiv që lidhet me shtëpinë, familjen ose vendbanimin tuaj. Ky vendim është duke u prishur. Sonte, hacku i ëndrave do t'ju shfaq një skenë të qartë të rezultatit të vendimit tuaj të gabuar, ndoshta duke parë një shtëpi të zbrazët ose një ndarje të shkaktuar nga hezitimi. Qëllimi është që të zgjoheni me një qartësi kristal. Hapi që duhet të merrni është i kundërti i asaj që ju tregon frika. Do të shihni një portë dritë në ëndër. Hyrja në atë portë është sinjali për të vepruar në 24 orët e ardhshme. Mos e injoroni imazhin e ujit, ai është çelësi për deshifrimin e fatit tuaj. Merrni kuraj, shpirti juaj po ju tregon rrugën më të sigurt. Virgjëresha. Virgjëresha, haçku juaj është thellësisht praktik dhe lidhet me shëndetin dhe punën. Ju jeni ngarkuar me shumë përgjegjësi kohët e fundit, duke injoruar një sinjal kritik nga trupi juaj ose nga një koleg pune që nuk ju dëshiron të mirën. Sonte, ëndrat do t'ju tregojnë një rrezik të shmangshëm brenda 24 orëve, ndoshta një detaj i humbur në një kontratë të rëndësishme, ose një sinjal i trupit që kërkon pushim të menjëhershëm. Në ëndër do t'ju jepet një emër ose një numër telefoni. Ky është personi që duhet të kontaktoni ose të shmangni në 24 orët e ardhshme. Ky mesazh është ekskluziv dhe ju jep mundësinë të rregulloni një situatë pune që do të kishte pasoja afatgjata financiare. Besojini aftësisë tuaj për të parë detajet, sepse dikush po ju ndihmon të pastroni rrëmujen. Ujori. Haçku juaj shpirtëror ndërlidhet me rrjetin tuaj shoqëror dhe qëllimin e madh. Ju jeni shumë të përqendruar në ndihmën ndaj të tjerëve, por po i jepni energji një lidhjeje toksike ose një grupi që po ju shfrytëzon. Sonte, ëndra juaj do të jetë si një dramë filmike ku ju do të shihni qartë se kush është miku i vërtet dhe kush është armiku i fshehur. Ajo që ju duhet të kërkoni është një zë i panjohur në ëndër, i cili do t'ju jap një fjalë kyçe apo një udhëzim të pazakontë për një projekt që do t'ju sjellë sukses masiv. 24 orët e ardhshme kërkojnë që ju të ndërprisni menjëherë një marrëdhënie që po ju shteron. Ndërprerja nuk do të jetë e lehtë, por ajo do t'ju hap derën për fatin më të madh të vitit. Universi po ju hap kanalin e vizionit tuaj të ardhshëm. Demi. Haçku juaj është krejtësisht i fokusuar në pasurinë dhe vlerën vetjake. Kodi juaj shpesh ju ka bërë të ndiheni të pasigurt për vlerën tuaj, duke pranuar më pak para se sa meritoni. Sonte, ëndra juaj do t'ju zbulojë një shifër monetare të saktë. Kjo shifër është paga që duhet të kërkoni, ose shuma e saktë që do të fitoni nga një burim i papritur. Ky është një mesazh i drejtpërdrejtë nga universi. Në ëndër do të shihni një bank ose një ark thesari të hapur, dhe ajo shifër do të jetë thelbi i mesazhit. Në 24 orët e ardhshme duhet të veproni mbi këtë informacion, kërkoni atë rritje page, bëni atë investim ose rregulloni një gabim në buxhetin tuaj që do të shkaktonte një krizë. Mos e shpërfillni këtë. Kjo është haçku financiar më i fuqishëm që do t'ju jepet këtë vit. Besojini syt tuaj, parat janë duke ardhur. Britsjapi. Ju jeni shenja e ndërtimit, por haçku juaj lidhet me strukturën e familjes dhe mungesën e gëzimit. Ju keni qenë shumë të ashpër me veten. Sonte, ëndra juaj do t'ju tregojë një skenë paqeje dhe gëzimi të pastër me një antar të familjes që e keni neglizhuar. Ky person është çelësi për një zgjidhje masive që do të ndikojë në karrierën tuaj. Qëllimi i këtij haçku është që ju të ndaloni dhe të shijoni frytet e punës tuaj. Në 24 orët e ardhshme, ju duhet të kërkoni një moment të shkurtër paqeje me veten dhe me këtë person.
Nëse nuk e bëni, universi ju paralajmëron për një mbingarkesë pune që do t'ju shkaktojë kolaps. Ëndra juaj e hakuar është një thirrje për të rivlerësuar suksesin. Nuk bëhet fjalë vetëm për punën, por për ndërtimin e trashëgimisë shpirtërore që qëndron pas saj. Shërimi i shpirtit të familjes është prioritet. 5 shenjat e zgjedhura. Ju tani e keni kodin. Sonte ndërgjegja juaj do të punojë si një kompjuter, duke shfaqur skena të qarta të 24 orëve të ardhshme. Mos u friksoni nga ajo që shihni, përdoreni atë si një parashikim të pagabueshëm. Për ta vulosur këtë hack dhe për të manifestuar mesazhet, shkruajeni në komente frazën: Ëndra ime është hakuar për mirë. Bëni like dhe shpërndani këtë mesazh urgjent. Shihemi sonte për videon e dytë të së martës.